Mirë se erdhët të dashur virgjëreshe, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe së shpejti do filloj të bëj leximet vjetore, do i bëj më ngadalë, nga që janë më të gjata dhe dua të mirem të paktën një apo dy shenja do lexoj në ditë, se dua të koncentrohem më shumë se unë zakonisht koncentrohem, po që më shumë apo më thellë. Të dashur virgjëreshe, kësaj radhe të gjitha leximet i kam lexuar egon e juaj. Egon e juaj, pa filter, pa, do të thoya, pa edukat, ashpër, për të gjithë që nga dashi deri arrita tek ju, të dashur virgjëreshe. Dhe këtu kemi kalorësin e monedhës, kemi mbretëreshën e kupës, kemi mbretin e shpatës dhe kullën. Të dashur virgjëreshe, je duke mbytur veten nga kontrolli. Kalorësi i monedhës thot, ti je duke ecur ngadalë, po jo gjithmonë nga mençuria. Sepse ke frikë të gabosh. Kjo është të merr për virgjëreshat dhe unë jam një nga ato virgjëresh. Ti bën plane, rregulla, sisteme, por shpesh nuk jeton. Me një farë mënyrë vetëm funksionon. Perfeksionizmi yt nuk është virtyt. Është mekanizëm mbrojtës nga dështimi dhe është shumë e drejtë. Unë të paktën po e gjej veten aty. Shpeshherë duam të themi ne jemi shumë perfekte apo perfeksioniste, i duam gjërat në rregull. Është mekanizëm mbrojtës nga dështimi, të dashur virgjëresh. Mbretëresha e kupës. Ndjen aq shumë, por i mbajmë brenda të dashur virgjëresha të tjera derisa të shndrohen në barr, për që të tjerët të kuptojnë pa folur ti, pa u ankuar, pa thënë gjë. Duhet të na kuptojmë se ne jemi të tillë, i kuptojmë të tjerët, por është gabim. Kjo nuk është ndjeshmëria e lartë, është thjeshtje emocionale që po gryen. Mbreti i shpatave, apo i shpatës, mendja jote të dashur sundon gjithçka, analizon, gjykon, vendos, prer dhe ftoht. Po e vërteta? Je shkëputur nga ndjenja, jo sepse jemi të forta, por sepse nuk do të dukemi, nuk duam të dukemi të pambrojtur. Kontrollon për të mos lënduar, por po lëndon veten, apo po lëndojmë veten, të dashur virgjëreshe. Dhe në fund kulla është një paralajmërim final. Diçka që po shëmbët, uroj kjo strukturë jona, marrëdhënie që kemi krijuar në këto rrethana, idenë që kemi për veten, jo sepse je i pafat apo e pafat, por sepse kemi ndërtuar diçka mbi frikën. Sa më shumë të shtym këtë ndryshim, aq më brutal do jetë rrëzimi. Sa më shumë që të mos pranojmë këto ndryshime që kemi nevojë, pra aq më keq do jetë. E vërteta që djeg, nuk ke nevojë për më shumë kontroll, ke nevojë për dorëzim të vetëdijshëm. Jeta nuk përmirësohet duke shtrënguar, përmirësohet duke shijuar, duke lëshuar. Ndalo pra të dashur apo të ndalojmë, dhe unë me ju të gjithë, të ndalojmë të kontrolluar i gjithçka. Thuaj çfarë ndjen para se ta analizosh, pa e filtruar. Lejo gabimin. Jemi njerëz. Ai do jetë shëruesi jon.
Kontrolli ytën apo jonin nuk të mbron më, po të shkatron, po na shkatron ngadalë. Absolutisht. Dhe çfarë duhet të bëjmë, siç thash, të mos e shtrëngojmë dikë si në fyt, e në këtë rast veten tonë, të dashur vygjëreshë, por të lëshojmë dalë ngadalë, që të shijojmë, të ndjejmë, të gabojmë, po punë e madhe, apo jo?